Illyria and Dalmatia e Frederic Chauvel, një dëshmi europiane e vitit 1821 për Ilirinë, Dalmacin dhe botën shqiptaro-ballkanike. Në vitin 1821 në Londër u botua vëllimi Illyria and Dalmatia, pjesë e serisë The Old in Miniature, i redaktuar nga Frederic Chauvel. Ky libër, i pajisur me gravura të ngjyrosura, përpiqej të paraqiste lexuesit britanik popujt, veshjet, zakonet, besimet, mënyrën e jetesës dhe karakterin e banorëve të Ilirisë, Dalmacisë dhe vendeve përreth. Internet Archive identifikon veprën si botim të vitit 1821 në gjuhën angleze me autor-redaktor Frederic Chauvel dhe me skanime nga koleksioni i Neberi Librari. Ky nuk është thjesht një libër kostumesh. Është një dritare europiane mbi Ballkanin e fillim shekullit gjigje, në një kohë kur perandoria osmane ishte ende fuqisunduese në shumë zona, kur Republika e Raguzës kishte humbur pavarësinë e saj historike, kur Mali i Zi poruante profilin e vet të veçantë luftarak dhe kur termat Illyria, Dalmatia, Mollachia, Skutari e të tjerë përdoreshin nga autorët perëndimor për të përshkruar një hapësirë të ndërlikuar etnike, fetare dhe politike. Një burim që duhet lexuar me kujdes historik. Si çdo burim i shekullit gjigje, edhe ky libër duhet lexuar me kujdes. Ai nuk është histori kombëtare moderne, nuk flet me terminologjinë e sotme shqiptare, kroate, malazeze apo ballkanike. Ai përdor gjuhën e kohës, Illyrian, Mollachian, turk, grek, montenegrin, ragusa, skutari. Këto terma shpesh nuk përputhen plotësisht me kuptimet moderne etnike. Por pikërisht këtu qëndron rëndësia e tij. Libri tregon se si Europa e vitit 1821 e shite këtë hapësirë. Për lexuesin britanik, Illyria dhe Dalmacia nuk ishin skaje të panjohura pa histori, ishin vende me traditë, veshje karakteristike, struktura fisnore, identitete lokale, fe të ndryshme, marrëdhënie të ndërlikuara me perandorinë osmane dhe një ndjenjë të fortë pavarësie. Veshja si dokument historik. Gravurat që shoqërojnë librin janë ndër pjesët më të vlefshme të tij. Ato paraqesin figura si a Montenegrin, a Mollachian Oman dhe Mollachian Oman a Mariet Mollachian. Në këto pamje, veshja nuk është dekor. Ajo është dokument. Burri malazes paraqitet me armë, shall të gjatë, brez, veshje tradicionale dhe qëndrim luftarar. Gruaja morlake paraqitet me mbulesë koke, veshje të gjatë, ngarkesë mbi kokë dhe fëmijë në shpinë. Çifti morlak paraqitet me rroba të pasura popullore, me zbukurime dhe elemente që tregojnë status, traditë dhe identitet lokal. Në një epokë kur fotografia ende nuk ishte bërë mjet dokumentimi masiv, gravurat e tilla kishin rëndësi të madhe. Ato formonin imagjinatën europiane për popujt e Ballkanit. Përmes tyre, lexuesi londinez shihte një botë të vjetër, të ashpër, të varfër ndoshta në kushte materiale, por të pasur në simbole, në veshje, në kode nderi dhe në tradita. Skutari, ragusa dhe gjeografia politike e kohës. Në faqet e paraqitura, përmendet Skutari, pra Shkodra, si qendër pashallëku dhe si pikë juridiksioni osman në rajon. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse tregon vendin që Shkodra zinte në hartën politike të kohës. Ajo nuk ishte një qytet periferik, por një qendër pushteti, ndikimi dhe organizimi territorial. Po ashtu përmendet Ragusa, emri historik i Dubrovnikut, e cila në tekst quhet edhe me emrin Illyrian Dubrovnik. Autori e vendos atë pranë Epidaurosit të lash dhe e përshkruan si qytet tregtar me shumicë katolike, por me prani të grekëve, armenëve dhe turqëve. Kjo dëshmon karakterin shumë fetar dhe shumë kulturor të qyteteve adriatike. Ky është një element thelbësor. Ballkani nuk paraqitet si një hapësirë e thjeshtë, e ndarë me vija të pastra etnike. Përkundrazi, del si një mozaik ku feja, tregtia, pushteti osman, traditat lokale dhe identitetet rajonale ndërthuren vazhdimisht. Mali i Zi dhe fryma e pavarësisë. Në tekstin e faqes 121, malazezët përshkruhen si fqinj problematik të Republikës së Raguzës dhe si njerëz që i rezistuan me forcë kalimit të vendit të tyre në Francë. Autori thekson se ata mbajnë veshje ushtarake illyriane, shpallin besnikëri ndaj qeverisë turke dhe janë në jurisdiksionin e pashajt të Shkodrës, por njëkohësisht janë shumë të dhënë pas pavarësisë për t'u nënshtruar plotësisht ndonjë autoriteti. Kjo fjali është me vlerë të madhe historike. Ajo tregon tensionin klasik të Ballkanit malor, pranim formal i një pushteti të madh, por rezistencë reale ndaj nënshtrimit të plodh. Kjo nuk ishte vetëm histori malazeze. Ishte një model i njohur edhe në shumë zona shqiptare, ku fiset, krahinat dhe komunitetet lokale pranonin shpesh një rend perandorak në letër, por ruanin autonomi të fortë në praktikë. Morlakët, një popull si kufitare mes etnografisë dhe historisë. Termi Mollachian në burime perëndimore përdorej për popull si baritore e malore të Dalmacisë dhe hinterlandit adriatik. Në faqet e librit, morlakët përshkruhen përmes veshjeve, jetës rurale, punës së grave, udhëtimeve të gjata, mbajtjes së ngarkesave dhe vazhdimësisë së zakoneve. Gruaja morlake, në veçanti, del si figurë e punës së rëndë dhe qëndrueshmërisë. Autori shkruan se gratë morlake, tepër punëtore, kryenin udhëtime të gjata duke mbajtur barë të rëndë mbi kokë dhe fëmijë në shpinë. Kjo nuk duhet lexuar si folklor romantik, por si dëshmi e kushteve të jetës së grave në zonat malore të Ballkanit: punë, familje, lëvizje, ekonomi mbijetese dhe barë sociale. Feja, bashkëjetesa dhe kontradiktat e perandorisë. Një pjesë interesante gjendet në faqet 70-71, ku flitet për marrëdhëniet mes të krishterëve dhe turqëve në këto zona. Teksti përmend përshëndetje reciproke dhe forma bashkëjetese midis komuniteteve. Në një vend, thuhet se kur të krishterët dhe turqit takohen, përshëndesin njëri tjetrin me fjalë të mira, ndërsa dallimi bëhet në mënyrën e përkuljes dhe në hierarkinë shoqërore. Kjo tregon një realitet të dy fish. Nga njëra anë kishte bashkëjetesë të përditshme, shkëmbime, kontrata miqësie dhe marrëdhënie praktike.
Nga ana tjetër ekzistonte një rend politik dhe fetar i pabarabartë, ku pushteti Osman dhe hierarkitë e tij ndikonin në raportet mes njerëzve. Historiani nuk duhet ta zbukurojë këtë botë, por as ta thjeshtojë. Ballkani Osman ishte hapësirë shtypjeje, taksash, varësie dhe konflikti, por edhe hapësirë ku njerëzit jetonin, tregtonin, lidhnin besë, bashkëpunonin dhe ruanin identitetet e tyre lokale. Çfarë rëndësie ka kjo vepër për historinë shqiptare? Për historinë shqiptare, vlera e këtij libri qëndron në disa pika. Së pari, ai tregon rëndësinë e Shkodrës si qendër politike dhe administrative në fillim shekullin xhixh. Përmendja e pashajt të Shkodrës në lidhje me Malazezët dëshmon peshën rajonale të kësaj qendre. Së dyti, libri tregon se termi Illyria ishte ende i gjallë në diskursin evropian. Kjo nuk do të thotë automatikisht se çdo popullsi e përmendur në libër ishte shqiptare në kuptimin modern. Por tregon se Europa e kohës e lidhte këtë hapësirë me trashëgiminë ilire dhe me një gjeografi historike paraslave, paraosmane dhe adriatike. Së treti, veshjet, zakonet dhe strukturat fisnore të përshkruara në libër kanë afërsi me botën malore shqiptare dhe ballkanike. Kjo është veçanërisht e rëndësishme kur flasim për kulturën e nderit, armët si pjesë e veshjes, shallin, brezin, kodet e burrërisë, punën e grave dhe autonominë lokale. Së katërti, libri dëshmon se identitetet në Ballkan nuk mund të kuptohen vetëm me hartat moderne. Ato janë më të vjetra, më të ndërlikuara dhe shpesh të mbivendosura, ilire në emërtim historik, osmane në administrat, lokale në zakone, fetare në përkatësi dhe kombëtare në zhvillim e sipër. Përfundim, një libër i vogël, një dëshmi e madhe. Illyria and Dalmatia nuk është vepër përfundimtare për historinë e shqiptarëve, malazezëve, dalmatëve apo morlakëve. Nuk duhet përdorur si provë e vetme për të ndërtuar teza absolute. Por është një burim i rëndësishëm evropian i vitit 1821 që na lejon të shohim si përshkruhej kjo hapësirë në prag të epokës moderne kombëtare. Ai na kujton se Ballkani nuk ka qenë kurrë një vend pa histori. Ka qenë një laborator identitetesh, një hapësirë ku perandorit përplaseshin me fiset, ku qytetet tregtare jetonin pranë maleve kryengritse, ku veshja ishte flamur i heshtur dhe ku fjala Illyria vazhdonte të mbante peshë në kujtesën europiane. Për shqiptarët, leximi i këtij libri ka një rëndësi të veçantë, jo për të shpallur me nxitim se çdo gjë në të është shqiptare, por për të kuptuar se historia jonë nuk jeton vetëm në kronikat tona. Ajo shfaqet edhe në sytë e të huajve, në gravura, në përshkrime udhëtarësh, në libra të vegjël të botuar në Londër, ku Shkodra, Illyria, Dalmacia, malsorët, veshjet dhe zakonet e Ballkanit ruhen si dëshmi e një bote që nuk u zhduk, por u transformua.